Në qarkun e Gjirokastrës, që prej datës 6 janar të këtij viti, janë realizuar rreth 30 ndërhyrje nga batalioni Xhenjo në bashkëpunim edhe me strukturat e bashkisë. Ndërhyrjet kanë qenë kryesisht të vështira për shkak të situatës së krijuar nga rreshtet intensive. Çdo ndërhyrje ka specifikat e veta, vështirësitë e veta, por ndërhyrja me lëndë eksplozive për ndjeshmërinë e materialeve dhe të lëndëve të rrezikshme është më e theksuar dhe më e vështirë, por gjithçka ka përfunduar dhe ka ecur me sukses pa patur ndonjë pasojë dhe kemi ikur çdo gjë drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe të komunitetit. Sipas komandantit të operacionit Xhenjo Artur Laraj, janë një sër operacionesh të vështira që janë realizuar në qytet si dhe në zonat rurale. Ndërhyrja më e madhe është dashur këtu në qytet, që u bë me këto bllokime të rrugalimeve dhe në Labov, dhe akoma në Labov do të vazhdojë edhe pak më gjatë. Përmirësimin e një rruge, heqjen e inerteve, heqjen e inerteve të sjella nga përmbytjet dhe shembjet e rrugës, dhe ajo rrugë do të përmirësohet me material çaku. Po, sipas detyrave dhe në përmbushje të misionit që kanë forcat armatosura, batalioni Xhenjos do të jetë në zbatim të detyrave dhe urdhrave që do të jepen në çdo kohë. Ndërkohë, ditën e hënë pritet një tjetër ndërhyrje në infrastrukturën rrugore në fshatin Labov e Madhe. Forcat Xhenjo në bashkëpunim me mjetet e bashkisë Gjirokastër do të punojnë për riparimin e segmentit të dëmtuar, pasi që prej datës 6 janar, si pasojë e rreshjeve, një pjesë e aksit rrugor është dëmtuar rënd, duke shkaktuar probleme serioze për banorët e Labovës së Madhe dhe Labovës së Vogël.